Rreth 30 vite pas vdekjes së Babavangës, emri i fallxhores bullgare është rikthyer në qendër të vëmendjes pas një interviste të dhënë nga Zdravka Janeva, nusja e familjes së saj. Ajo ka ndarë për herë të parë kujtime personale dhe pretendime për parashikime që sipas saj nuk ishin bërë kur publike. Në një intervistë për mediat bullgare, Janeva rrëfen se e kishte njohur Babavangën shumë vite përpara se të martohej me djalin e saj. Sipas saj që në takimin e parë, fallxhorja i kishte thënë se një ditë do të bëhej pjesë e familjes. Janeva tregon se megjithse Babavanga kishte humbur shikimin, ajo arrinte të përshkruante me saktësi ngjarje nga jeta dhe historia familjare e njerëzve që e vizitonin. Sipas saj, Babavanga nuk e konsideronte këtë aftësi si dhuratë, por si një barë të rëndë. Pjesa që ka tërhequr më shumë vëmendje në intervistë lidhet me një pretendim për një parashikim të errët. Sipas Janevës, Babavanga kishte folur për një luftë të gjatë dhe të përgjakshme, e cila do të sillte pasoja të rënda për shumë vende, pa përcaktuar një datë konkrete. Ajo pretendon gjithashtu se Babavanga kishte paralajmëruar një periudhë të vështirë pas konfliktit, të shoqëruar me uri, varfëri dhe tronditje të mëdha shoqërore. Në intervistë përmenden edhe pretendime të tjera që lidhen me zhvillimet gjeopolitike. Sipas Janevës, Babavanga besonte se dominimi i Shteteve të Bashkuara nuk do të ishte i përhershëm, ndërsa Rusia do të kalonte kriza të mëdha, por do të mbetej një fuqi e rëndësishme. Megjithatë, të gjitha këto mbeten pretendime të bëra nga Zdravka Janeva dhe nuk mund të verifikohen në mënyrë të pavarur. Intervista ka rikthyer interesin për figurën e Babavangës, e cila prej dekadash vazhdon të jetë pjesë e debateve dhe spekulimeve mbi parashikimet që i atribuohen asaj.